Karateja ka qenë gjithmonë një sport frymëzues dhe ndikuar shumë edhe nga filmat e Hollywoodit, një pjesë e shqiptarëve u turrën pas këtij sporti. Dhe për thënë vërtetën, ka patur ndikim shumë të madh pas viteve 90, duke krijuar edhe shumë sportistë të talentuar. Sot do të flasim me njërin prej tyre që ka arritur majat. Është 2 herë radhazi nën kampioni i Europës, Orges Arifi. Orges, faleminderit që pranove të ishe pjesë e këtij rrëfimi që bëjmë nëpërmjet kanalit YouTube-it të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. Le të flasim pak për atë që jemi pikërisht e pjesa e nën kampionit e Europës. Si ndihet një sportist kur është 2 herë radhazi nën kampioni i Europës? Normal është një kënaqësi e veçantë për mua si sportist, pasi ëndër çdo sportistit është kur fillon të merret si sport në mënyrë profesionale, ëndra e tij është që një ditë të mrinë medalje evropiane, botërore apo olimpike. Domethënë aty është synimi kryesor. Kështu që unë gjithmonë kam pasur ëndër që një ditë të fitoj medalje evropiane apo botërore dhe këtë mundësi kam fituar 2 medalje të argjenta. Domethënë jam shumë krenar që i sjellë edhe Shqipërisë 2 medalje evropiane pas më shumë se 22 viteve. Cila është ajo ndjesi që një sportist ka kur dëgjohet himni shqiptar në podiumet më të rëndësishme të Europës dhe të botës? Po janë emocione të përzira në atë moment kur i podium ki shumë mendime të shkojnë gjithaj sakrificë, ato vitet që kanë qenë shumë të vështira, domethënë janë emocione shumë të përzira, por normale edhe momente krenarie. Le të kthehemi edhe një herë nga fillimi. Si nisi ajo dashuria jote për sportin e karates? Ka një moment ku u bojo thyrja drejt këtij sporti? Të them të drejtën, kam filluar më vonë se shumica që fillojnë me karate. Është një histori pak interesant. Unë nuk e kam dashur karate, nuk e kam pasur plan të merrem me karate. Unë isha futbollist, kam qenë futbollist. Mirë po, babin e kam pas kryetar të një klubit, domethënë në Prishtinë. Mirë po mu nuk më ka shku menja të merrem me karate, as nuk më shku me shiku. Por në futboll, si futbollist kam qenë shumë e mirë dhe një ditë për ditëve trajneri i futbollit i thotë babit tim, merr Orgesën e karate për shkak u mbyte për nevoja fizike, domethënë fizikisht kam qenë pak më i dobët se shokët e tjerë të futbollit, që të përmirësohem fizikisht. Edhe okay, shkova në karate, aty fillova dal ka dal. Karateja filloi të më shumë në qef, të merrem më seriozisht. Futbolli shkova duke lënë ana, kështu që mbeta në karate, futbollin e lash. Je bërë pishman që je larguar nga futbolli? Jo, nuk jem pishman, pasi kam rrinë mjaft shumë, domethënë, jam në 2 herë në kampion e Evropë, jam i 7 në renditjen botërore, kam rrinë majat në karaten botërore, kështu që nuk e di në futboll ai kisha pasur të njëjtin fat. Cili është futbollisti yt i preferuar në ekipin ton kombëtar? Kam pasur edhe në ekip, domethënë kam marrë Dian Ismailin, kemi qenë bashkë në gjeneratat e reja. Por dhe ajo që unë do të vazhdoj të pyes është kush është sot futbollisti më i mirë që ka ekipi ynë kombëtar? Për momentin Kristian Aslanin mendoj. Sa e vështirë ka qenë për ty që të ndërroje disiplinë sportive, pra të kaloje nga futbolli te karatea, dhe sa ndikoi babai juaj, që ka qenë gjithashtu edhe presidenti dhe drejtuesi i klubit ku ju keni milituar në fillim? Sa ishte vështirë për nuk dija kisha talent për karate, por u adaptova shumë shpejt. Domethënë me lëvizjet, me këto shumë shpejt e mora veten, edhe isha pak me fat që kisha klubin shumë të mirë. Kisha trajnerin shumë të mirë, ishte trajneri Shqipe Zogjani, garus tjerë të klubit ishin shumë të nivele të lartë, edhe ato fillova çu më thonë me mësupi më të mirëve. Kështu që për nga karateja nuk ishte shumë vështirë, u adaptova shumë shpejt. Ndërsa babi nuk u përzi shumë, domethënë, jam kanë i lirë. Bile babi më shumë ka pasur çavën të mirë me futboll sesa me karaten. Në fillimet tuaja të karrierës ju zgjodhët të ishit pjesë e kombëtares së Shqipërisë. Pse u bë kjo zgjedhje? Cila ishte arsyeja? Federata e Karates në atë nuk ka qenë e pranuar në instancën ndërkombëtare. Federata shqiptare po, pastaj u pajisa me pasaportë shqiptare dhe garova në vitin 2014 fitova medalje në kampionatin ballkanik për U21 atëherë për gjenerata pak më të re. Kështu që ato fillova me kombëtarën shqiptare. Pastaj Kosova pranoi në instancën ndërkombëtare, u riktheva domethënë te Kosova, pastaj aty u ushtroja, mora medalje shumë për Kosovën, arrita të fitoj medaljen e parë evropiane për Kosovën në një kampionat evropian zyrtar, ishte kampionati evropian në U21. Domethënë jam fituesi medaljes së parë që Kosova ka fituar në një kampionat evropian pas pranimit në Federatën Botërore. Pastaj lindën pak ju mbështetja e duhur, ishte cikli olimpik për lojrat olimpike për Tokyo 2020. Mendoja që kisha nevojë për një trajtim më të mirë se sa ai që e meritoja një trajtim më të mirë.
edhe vendosa që Shqipëria mi hapi prapë dyrt Federata Shqiptare, që jam shumë falenderus, sidomos presidentit Petrit Baba, trenerit klubit zotri Ramiz Geci dhe Luftar Kurti. Këta ishin ata kryesorë që me rikthyen e kombëtare shqiptare, dhe mendoj që atë besimin ja ku më rikthyen në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë, për shumë vite Kosova ka patur emra të mëdhenj në karate, emrat e tyre të cilët janë përmendur shpesh herë edhe në filmat e Hollywoodit dhe kanë qenë personalitete të mëdha të këtij sporti. A ka qenë ato frymëzues për ju dhe sa kanë ndikuar ata në formimin tuaj si sportist? Me thonë të drejtën po, pasi karateja të shqiptarët ka qenë gjithmonë, ka pas jo shumë, po ka pasur gjithmonë garus të mirë, nivelet lartë, që kanë pasur medalje evropiane, ka pasur medalje botërore. Edhe nëse nuk kanë përfaqësuar Kosovën apo Shqipërinë, kanë përfaqësuar shtete tjera, edhe kam pas fatin, më thonë, me gjithë për tyne, çka kanë qenë në emër, kum bashkëpunuar me ta, ose kum pasur shërime, më kanë ndihmuar shumë, domethënë edhe jo me fat që kum pas mësoj edhe nga ta. Edhe pesi të cilët kum mësu, domethënë diçka, edhe derisa kum rrjedhë vetë këto nivele. Orges Arifi ka një karrierë relativisht shumë të gjatë në botën e karates dhe për më tepër e ka të mbushur edhe me trofe. Janë rreth 200 trofe, medalje, tituj kampion që ju keni arkivuar në karrierën tuaj. Çfarë do thotë kjo për një sportist, pra, kur ka një numër kaq të madh rezultatesh? Është e vërtet, po për mua si sportist më shumë ka rëndësi vlera e medaljes se sa numri i medaljeve. Domethënë nuk është njëjtë si të kesh medalje evropiane, si të kesh për lajm 50 medalje në nivele pak më të ulta. Që kam bërë mu krenari, jam fitu si 2 medalje në senior evropiane dhe një medalje evropiane në U21. Jam fitu si 5 medalje balkanike, jam fitu si Premier Ligës. Premier Liga është niveli më i lartë botëror, ato marrin pjesë vetëm 32 garus më të mirë të botës. Domethënë është niveli më i lartë botëror, jam i bronzë në Premier League. I kam të gjitha medaljet e mundshme të fitum, përpos medaljes botërore që i synoj pas një muaji. Çfarë e bën kaq të veçantë këtë sportin e karates dhe a do t'ja rekomandoni të rinjve të sotëm që të praktikojnë dhe të merren me këtë disiplinë sportive? Karateja përpos sportit profesionist, domethënë për garave kështu, ka benefite të jashtëzakonshme edhe nëse merresh si hobi. Domethënë vetëm nëse e bën karate si hobi. Karateja nihet një sport që sjell tek të rinjë disiplinën, vetbesimin. Domethënë këto janë benefitet e shumta që karateja sjell si sport, sidomos tek të moshat e reja. Pas pak javësh dim që do të jetë edhe kampionati botëror i karates, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2025. Cilat janë synimet dhe në cilat do të shkojë Orges Arifi në këtë kampionat? Po synimet i bazoj mbas rezultateve deri tanishme. Unë në kampionat botëror do të shkoj si mbartës i listës, domethënë do jenë 8 mbartës i listës. Shkoj si 2 herë në kampion aktual evropian dhe shkoj si 7 në renditjen botërore. Gjitha shancat, pretendimet më thonë në reale për medalje, pasi gjithë garus të njoft, nuk ka garus që nuk e kom poshtë në kategorinë time. Edhe nuk ka garus që nuk mund ta poshtë në kategorinë time, por normal është kampionat botëror marrin pjesë garus më të mirë të botës, konkurenca do jetë shumë e fortë. Dhe do shohim si do jetë dita, pak edhe fati sportiv, këto kanë shumë në rol. Kështu që besoj që mund të sjellë Shqipërisë medaljen e parë botërore. Ju keni provuar shumë momente të bukura gjatë karrierës tuaj, fitore, humbje, rezultate të ndryshme, po ka një moment veçantë, ka diçka që ju e veçoni në gjithë historikun tuaj, në gjithë këto vite që bëni karate? Ka shumë, kisha cek 2 momente. Momenti i parë është kur e solla medaljen e parë për Kosovën në kampionat evropian për U21. Ato lindën shumë probleme, pasi merrnin pjesë në një shtet që nuk na njefte së shtet, domethënë Çipro, nuk deshin të na lejonin të marrim me simbole, ishte një luftë politike para garës, edhe pastaj pas gjithë asaj mundi arrita të fitoj medalje, flamuri i Kosovës në podium, në një shtet që nuk na njeh. Ndërsa momenti i dytë është medalja e parë si në kampion Evropë për Shqipërinë. Mund ta ceki një luftë. Në luftën e dytë kisha një garus shumë të fortë, në kampion olimpik aktual në Tokyo, garusin më të mirë në botë në kategorinë time, edhe arrita ta mposhtë, pas asaj fitore shkova drejt në finale. Këto 2 momentet janë që i mbaj mend gjithmonë.
Karateja nuk është një sport olimpik. Ishte në vitin 2020 në lojrat olimpike, por vetëm për ato periudhë meqense zhvilloheshin lojrat olimpike në Tokyo dhe në lojrat e Parisit ajo është hequr sërish nga lojrat olimpike, ashtu siç nuk do të jetë edhe në 2028. Ju vjen keq që gjatë kësaj periudhe që ju jeni pjesë e sportit karates, nuk do të merrni pjesë në lojrat olimpike. Sidomos tash në këtë formë që jam do isha i kualifikum normën do kisha në dorë, domethënë as nuk do ishte në diskutim norma për lojrat olimpike. Gjithashtu do isha edhe pretendent edhe për medalje. Normal që më vjen keq që nuk do kem rastin të marr medalje olimpike. Karateja është në lojra evropiane, është në lojra mesdhetare, mirë po në lojra olimpike jo. Kjo është një gjë e keqe për gjithë karatistët, i mundon shumë, po është pak edhe fati, nuk është faji jem. Ka një moto të përditshme ose le të themi një motivim që Orgesi ja thot çdo ditë vetes? Vetëm të mos dorëzohemi. Domethënë për secili sportist, ti je sportist profesionist, është shumë e vështirë pasi ka shumë sakrifica, ki shumë dëshpërime, te ushtron shumë, je gatshëm për gara, kur shkon gara humb, ka shumë momente të vështira. Po nëse nuk dorëzohesh, jam shumë i sigurt që një ditë secili do i mrin ato që ka synim, po normal duhet të kesh edhe një ekip profesionist afër vetit. Karateja tashmë është një disiplinë e cila ka hyrë thellë në shpirtin tuaj, në familjen tuaj dhe në përditshmërinë tuaj. Por përveç karates, çfarë bën jetën e përditshme Orges Arifi? Tash jam edhe trajner në një klub në karate në Prishtinë, domethënë i ushtroj edhe të rinj, mirë me karate, po sidomos këto vitet e fundit jam i fokusuar vetëm nga ana individuale si sportist, domethënë nuk merrem shumë me gjërat e tjera. Domethënë puna ime është tani për tani është karateja. Pra për gjithë jetën ju do të vazhdoni të jeni pjesë e karates? Besoj që po, aty e gjej veten më së miri, edhe mendoj që edhe pasi që la karrierën sportive kam çka të jap për gjeneratat e reja, pasi kam përvojë 12 vjeçare në arenat më të mëdha evropiane, kështu që mendoj që do jem prapë do mbetem në karate, ose si trajner ose ndonjëherë tjetër. Orges Arifi, shumë faleminderit që ishit pjesë e këtij rrëfimi. Faleminderit shumë për juve.